Jemi në gjurmë të një letre, një papiri që Aleksandri i Malli i Maqedonisë, shqiptari antik më i madh i gjitha kohërave, i shkruan Klitit të Ilirisë në vitin 330 para Krishtit. Në këtë letër ai tregon se pas luftës së Trojës lindën në Gadishullin Pellazgjik 3 mbretërit. Një mbretëri ajo Maqedone, tjetra Epirote dhe tjetra mbretëria Ilire. Qytetëria të një populli, të një gjenezi, të një gjaku, të cilën ai e shkruan me krenari në letrën që i drejton Klitit të Ilirisë. Ne kemi ardhur këtu në Doha të Katarit për të verifikuar nëse është me të vërtet një letër autentike kjo, apo kemi të bëjmë me ndonjë supozim të tillë. Gjithsesi, ne kemi ndjekur gjithë itinerarin pjesërisht, itinerarin që doqi dhe Aleksandri i Madh me ushtrinë e tij Iliro-Maqedone në shekullin e 4 para Krishtit dhe kemi udhëtuar mes dy lumejve, Tigër dhe Eufrat, të cilët do ju pasqyroj më vonë në kanalet e mia, dhe kemi zbritur me pjesë dhe mes të shkretierës së Arabisë, në Gadishullin Arabik, për të ardhur deri këtu në Katar. Ne jemi në kryeqytetin e Katarit në Doha, ku me shumë gjasa do kemi mundësi që të shohim, pra të marrim vizion, të marrim kontakt me këtë letër që është shkruar në alfabetin Pellazgjiko-Ilirik të shekullit të 4 para Krishtit. Nga Doha, një qytet vërtet i mrekullueshëm, nga Albakraja ju shëndes dhe ju jap takim me datë 30 janar në ora 5 pas dreke në gjithë kanalet e mia do jenë të pasqyruara këto të dhëna që po jap tani. Mos harroni, shkruani në kanalin tim, regjistrohuni në kanalin tim në mesazhin e parë që gjeni këtu poshtë, në mesazhin e parë të kësaj videoje. Edhe një herë nga Doha, gjithë të mirat i uroj. Miqtë mi, kemi kaluar lumejt Tigër dhe Eufrat, jemi gjithmonë duke ndjekur atë itinerarin që bëri Aleksandri i Madh, mbreti me origjinë shqiptare, Aleksandri i Madh i Maqedonisë, në shekullin e 4 para Krishtit. Paka shumë kemi ndjekur po atë itinerar për të kuptuar, për të parë me sytë tanë atë që ai pau, rreth 2400 vite më parë. Dhe këtu kemi përballë Gjirin Persik, pra detin që shikoni përballë është deti Gjiri Persik. Kemi kaluar në zonën e Siparit, kemi kaluar në zonën e Urukut, kemi parë Eridu, Ur, gjithë zonat e vjetra, Larna, Eshnuna e tjerë, gjithë lokalitetet për zbritur këtu. Pas me është shkretira e Arabisë Saudite, përballë kemi detin e Gjirit Persik, më poshtë atje në krah të djathtë kemi Katarin, që ne do vazhdojmë më tej, është thujse përballë është Bahreni, ishulli i Bahrenit, pastaj më poshtë kemi Katarin. Dhe do vazhdojmë pra deri në destinacion për të ndjekur gjithë atë përgjatësia rrugë që bëri një kohë Aleksandri i Madh për të arritur në Katar, atje ku ne shpresojmë që të shikojmë atë letër shkrim që bëri Aleksandri i Madh në një letër drejtuar në atë kohë Klitit të Ilirisë, në cilën i shkruan të shprehjimisht që nga lufta e Trojës lindën 3 mbretëri të një gjaku, ajo Maqedone, ajo Ilire dhe ajo Epirote. Dhe jemi të lidhur gjithë njëri me tjetrin, shpjegonte në këtë letër drejtuar Klitit, dhe cilën ne kemi parë një foto të saj dhe shpresojmë që një ditë sa po të mbrim në Katar të kemi mundësinë që ta shohim dhe atë pjesën origjinale mbase të këtij papiri. Atëherë unë si gjithmonë do ju mbaj në kontakt, do ju tregoj si po shkon me gjithë udhëtimi dhe ju jap takim datë 30 janar në ora 5 pas dreke, është ditë e premte, do publikoj me 30 janar, do publikoj këtë program që kam besimin që duhet jenë shumë interesant. Unë Alban Kraja si gjithmonë nga shkretira e Arabisë Saudite, ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë. Gëzuar vitin 2026.